Denis Trungu, 37 vjeç, është arrestuar nga policia e Tiranës në zonën e kombinatit pasi ishte shpallur në kërkim për konsumim të veprës penale, mashtrim kompjuterik, vepër për të cilën është dënuar me 7 vite burgim. Trungu është ndaluar edhe më parë në vitin 2020 për mashtrimin me llogaritë bankare gjatë periudhës së izolimit në kohën e pandemisë COVID-19. 37 vjeçari duke përfituar edhe nga situata e pandemisë COVID-19 për hapjen e llogarive bankare për përfitimin e pagës së luftës, kishte hapur një llogari në një bankë të nivelit të 2. Me pas 37 vjeçari hyri tek shërbimi digital duke transferuar në llogarinë e tij 36 paga lufte. Transferat janë bërë përgjatë datës 6 maj deri më 22 qershor të vitit 2020 në 6 banka dhe llogari të tjera për qëllime të ndryshme si pagesë për koncert, pagesë qiraje, pagesë faturësh, si dhe pagesa të paspecifikuara. Trungu kishte arritur që të ndërhynte dhe të hakeronte sistemin e ngritur nga qeveria për përfitimin e pagës së luftës. 37 vjeçari pas hakerimit ka kaluar 36 transaksione në vetëm një llogari bankare në emrin e tij, gjë që ka sjellë dyshime. Pas analizimit të llogarisë dhe hetimeve të policisë, është arritur të konfirmohet skema që ka përdorur. Këto llogari u bllokuan më pas për urdhër të drejtorisë së parandalimit dhe pastrimit të parave. Pasi kjo llogari është marrë në administrativ nga autoritetet, të depozituara në janar janë gjetur vetëm 1.6 milion lekë nga 15 milion lekë të marra në mënyrë të palishme.